Cilësia e ujërave Larës në vendin tonë vijon të paraqitet shqetësuese. Kryesisht bregdeti i Adriatikut paraqitet edhe sipas ekspertëve në gjendjen më alarmante të tij, ku shumë zona nuk duhet të frekuentohen as nga pushuesit, ndërkohë vetë qytetarët shprehin pakënaqësitë e tyre mbi këtë plazh. Situata alarmante e ujërave Larës në vendin tonë është pasqyruar edhe në raportin e Agjencisë Europiane të Mjedisit, ku thuhet se vetëm 16% e tyre ka rezultuar me cilësi të mirë. Mbeturina, gjithanej, po. Ka përmirësime do të ketë vazhdimisht. Ujë i pastër tash. Ma për mirë na shkem vlerë, për më të pastër. Njerëzit kanë shumë mungesa, s'ka banjo, s'ka pastërti, nuk kanë mirëmbajtje, ka shumë boshllëqe. Ja, nuk është pa merak se këtu punohet gjithë natën, gjithë ditën. Zhurmë. Nuk krahasohet uji i Vlorës se i Sarandës me Durrësin. Shive se të bëhet Durrësi, që? Ky është Edi Rama që prishi portën e Durrësit edhe brejto pallatet tu. Për ekspertin e mjedisit, Olsi Nika, institucionet shtetërore duhet të reagojnë sa më parë, kryesisht në bregdetin e Adriatikut, ku situata paraqitet më shumë se alarmante për shkak të shkarkimit masiv të lumejve në të. Ujërat Larës janë në një cilësi shumë të keqe në përgjithësi, jo se janë të gjitha. Përgjithsisht këto janë afër estuareve ose deltave, kryeqderdhjeve, po themi të lumejve. Dhe kjo vjen si pasojë e transferimit të ndotjes nga lumi në det. Plazhet e caktuara patjetër që nuk rekomandohen për të përdorur si ujëra Larës. Nuk mund të vesh të bësh plazh në zonën e Porto Romanos, po themi në Durrës, sepse aty është një kompleks i tërë ndotje. Hapi i parë që duhet të jetë për të zgjidhur problemin është përballja me të, dhe në fakt nuk është se ka përballje me problemin. Institucionet, sigurisht më i rëndësishmi është bashkia, sepse ata e kanë atë rolin kryesor, duhet ta marrin informacionin që prodhon Agjencia Kombëtare e Mjedisit apo Agjencia Evropiane e Mjedisit, ta përkthejnë atë në aksione konkrete, që do të thotë duhet të informojnë publikun, duhet të thotë si tabela që këtu nuk rekomandohet të bëhet plazh. Ndërkohë, pushuesit vendas dhe të huaj e kanë të pamundur të kenë një informacion të detajuar për plazhet më të pastra. Kjo gjë nuk u ofrohet as nga agjencitë turistike, që shprehen se nuk kanë një hartë të saktë. Aneo Hila, operator turistik, thot për MCN se kryesisht turistët i rekomandojnë në bregdetin e Jonit. Nuk është se ka një format broshure të përgjithshme për pika reference për turistët, ku ne mund të orientojmë të shkoni në filan plazh ose filan plazh. Ne kemi sigurisht eksperiencën tonë, dhe kjo është mënyra se si orientojmë njerëzit. Normalisht edhe kjo është me rregull të thjeshtë, që sa më të thella të jenë detet, bregdetet, aq më të pastra janë edhe ujërat. Gjithmonë ne i orientojmë mundësisht drejt plazheve të jugut. Flamurin blu për cilësinë më të lartë të ujit dhe pastërtisë në vend, Hila thot se e gëzon vetëm Palasa.